është habi e madhe, thot një Blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, Blerta, Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paketë. Se çfarë është Zvicra e madhja? Zvicra e madhe është një vend ku përveç shumë gjërave të tjera, në këtë aspekt, për cilin ti referohesh, pra tek malet, ka turizëm. Dhe nuk ka turizëm thjesht të njerëzve që marrin një shkop në dorë dhe vetëm ecin. Po ka turizëm elitar, të njerëzve që shkojnë atje dhe konsumojnë shumë para. Dhe prandaj fshatrat e Zvicrës janë aq të pasur. Edhe për këtë arsye. Dhe si bahet kjo Zvicra e vogël, sipas teje, Blerta? Kjo Zvicra e vogël, sipas meje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët në Londër, apo në Athinë, apo në Mynih. Ose në Tiranë, apo në Shkodër, apo në Kukës, në qytet. Për t'i dhënë mundësinë shumë të rinjve që janë trashëgimtar të atyre pronave në male, që t'i kthehen maleve. Jo për nostalgji, as për t'u bërë murgj, s'ka asgjë të keqe, se kam fjalën aty, por për të bërë ekonomi, për të fituar më shumë se sa fitojnë qytet. Dhe kjo është e mundur, dhe këtë e tregon historia e atyre që po e bëjnë të gjë. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje, në theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjarë që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet.